Ministri i Financave Arben Ahmetaj është përgjigjur telegrafikisht ndaj akuzave që erdhën një ditë më parë nga deputeti i larguar nga grupi i Partisë Socialiste Vladimir Kosta. Në letrën e hapur, Kosta thotë se Ahmetaj ka dëmtuar qëllimisht raportet e tij me kryeministrin, por vetë ministri i Financave ka këtë përgjigje. Si vlerëson akuzat e zotit Kosta? Emailin e zotit Kosta, ka pasur deklarata për do t'i ketë hakeru dikush emailin. Për letrën e Kostës dhe denoncimin e tij se ka paguar 110.000 euro për një televizion në Berat, ka reaguar edhe deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Beratit, Erion Braçe. Mos asocioni parat me Beratin. Partia Socialiste në Berat ka fituar për njerëzve shëmbullor, intelektual dhe militant, qytetar mbi të gjitha, të majt në palës, kur të pasur apo me interesin banal të pasurimit të shpejtë. Një ditë më parë, Vladimir Kosta renditi një seri akuzash ndaj kryeministrit Edi Rama dhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste se po shkelin mbi premtimet dhe po në përkëmbin socialistët, duke paralajmëruar edhe largimin përfundimtar nga grupi kuvendor.